Baza e politikave ekonomike cilësore që u përgjigjen nevojave reale të qytetarëve mund të merret vetëm përmes të dhënave statistikore të shëndoshme. Këto të dhëna vijnë pikërisht nga operacioni më i rëndësishëm dhe më i gjerë statistikor, regjistrimi. Regjistrimi më në fund do të përgjigjet pyetjeve që interesojnë çdo investitori kur vendos se ku të investojë. Nëse dhe ku ka një fuqi punëtore të kualifikuar sipas profileve specifike, struktura e moshës dhe potenciali qyteteve dhe rajoneve të caktuara, si dhe potenciali njerëzor që në planin afatmesëm ose afatgjatë mund të angazhohet në një kohë të caktuar. Regjistrimi do të mundsojë që shteti të miratojë politika të përshtatshme ekonomike, të cilat do të sigurojnë shfrytëzim efektiv dhe efikas të potencialit të përgjithshëm njerëzor, sepse ne do të kemi një pamje të qartë se për kë, ku dhe në çfarë mase i planifikojmë dhe i zbatojmë strategjitë e përgjithshme ekonomike. Të nderuar qytetarë, rezultatet e regjistrimit janë piknisje kyçe nga e cila qeveria fillon me miratimin e politikave ekonomike, ku për skaj strategjisë së përgjithshme zhvillimore janë dhe do të inkorporohen edhe politikat me të cilat do të arrihet zhvillimi i barabartë rajonal.